Plani rregullues i Tiranës është rruga jonë strategjike drejt zhvillimit të qytetit. Plani rregullues i Tiranës është plani ynë i madh i zhvillimit. Të gjitha projektet tona madhore e kanë zanafillën në këtë kushtetut të zhvillimit të qytetit. Plani i cili nisi të hartohet në vitin 2004 me të parin sistem të dhënave gjeografike GIS, që janë të parat në historinë e Shqipërisë, përfundoi në shtator të vitit 2008 dhe mori miratimin nga Bashkia e Tiranës në dhjetor të vitit 2008. Ky dokument është pasuria e ideve për zhvillim të qytetarëve të Tiranës. Plani Rama është një garanci e zhvillimit të qëndrueshëm të Tiranës. Tirana pritet të rritet edhe me 400.000 banor të rinj, duke i afruar kështu numrit 1 milion banor. Jemi gati të përgjigjemi kësaj rritje me një rritje të qëndrueshme. Kërkesës për standarde europiane të jetesës i përgjigjemi me projektet madhore të Tiranës europiane. Tirana, qyteti im i banimit, është qyteti ku të gjithë gjejnë strehimin e nevojshëm. Do të rrisim cilësinë e banimit dhe banesës, duke vazhduar transformimin thelbësor të lagjeve ekzistuese. Duke zhvilluar 14 qendra urbane dytësore dhe duke krijuar 5 qendra të reja. Duke ndërtuar 10 zona të reja banimi për rreth 400.000 banor të rinj të pritshëm deri në vitin 2020. 60% e familjeve të Tiranës do të kenë mundësi që të financojnë dhe të blejnë një shtëpi të re të tyre me të ardhurat e tyre. Tirana, qyteti im i punësimit, ofron për të gjithë ne shërbime dhe punësim. Do të krijojmë mundësi për hapjen e 200.000 vendeve të reja pune, duke dyfushuar sipërfaqet për veprimtari ekonomike dhe tregtare. 187 hektar për veprimtari tregtare dhe 340 hektar për zona ekonomike i shtojnë qytetit, sipas parashikimeve të planit të ri rregullues. Plani i zhvillimit të Tiranës ofron hapësira dhe programe për ndërtimin e infrastrukturës dhe të shërbimeve sociale. Sepse Tirana është qyteti im i përkujdesjes sociale. Me projektin ton për Tiranën ofrojmë shërbime publike dhe infrastrukturë. Do të vazhdojmë rrugën tonë për ndërtimin e 17 shkollave të reja dhe plotësimin e nevojave për kopshe dhe çerdhe. Ngritjen e kampusit të ri universitar në zonën e Tufinës, një tjetër projekt madhor i Bashkisë së Tiranës, të cilin e prezantuam vetëm pak ditë më parë. Poli i edukimit, kërkimit dhe biznesit. Krijimin e mundësive për zgjerimin dhe përmirësimin e 4 spitaleve kryesore të qytetit, si dhe 15 poliklinikave dhe ngritjen e një spitali bashkiak. Projekti ynë për Tiranën vazhdon. Tirana, qyteti im i shlodhjes dhe argëtimit. 175 hektar të reja gjelbrim, parqe dhe lulishte. Hapësira të gjelbra dhe rekreative që i shtojnë qytetit. 3 hapësira park qyteti dhe 1 park rajonal, duke filluar nga parku i ri linear i Lumi Tirana me 1.3 milion metër katror, të cilin do e prezantojmë sot. Parku i ri i zonës së trenit me 150.000 metër katror dhe parku i ri i Lanës në ekstremet e saj me 140.000 metër katror. Parku i ri tematik i Paskuqanit, sportiv dhe rekreativ, më i madhi në Ballkan. 7 metër katror gjelbrim për banor dhe 1 pemë për çdo 50 banor. Ne kemi një vizion të qartë. Arrim të shohim përtej në kohë Tiranën europiane që ndërtojmë prej vitesh. Të shohim Tiranën si qyteti me zhvillim të qëndrueshëm, lider në rajon, ku potencialet që kemi të gjithë së bashku shfryzohen dhe i transformojmë në burime kryesore që gjenerojnë zhvillim. Potenciali ynë me 400.000 banor të rinj të pritshëm. Qyteti me 1 milion banor. Qendra më e madhe urbane në rajon. 75.000 studentë studiojnë dhe arsimojnë në Tiranë. Popullsi e re në moshë, me energji dhe talent, shpirt sipërmarrës dhe prakticitet. Hapësira të dedikuara për aktivitet ekonomik e punësim. Jemi të vetëdijshëm për kërkesën, jetesë me standarde europiane. Jemi gati të përgjigjemi plotësimit të saj, me të njëjtën qasje europiane me modelin tonë të zhvillimit të qëndrueshëm ku zhvillojmë. Jetesë me cilësi dhe banim, punësim dhe përkujdesje sociale. Arrim të shohim përtej në kohë Tiranën europiane, që e ndërtojmë prej vitesh. Si qyteti që qeveriset nga administrata më moderne në Shqipëri, e cila punon duke zbatuar faktin se shfrytëzimi eficient i burimeve, me kursim në territor, e kujdes të veçantë për të, sjell vepra që i rezistojnë kohës dhe që gjenerojnë vlerë të shtuar sociale për njerëzit dhe ekonominë, por edhe për mirëqenie në qytet. Ne arritëm të menaxhojmë rritjen e qytetit në këto 10 vitet e fundit me një menaxhim të territorit, ku vetëm për 1.2% të sipërfaqes të Tiranës gjeneruam 32.000 vende pune çdo vit. Gjeneruam 3.2 miliard e investime në ekonominë e qytetit, si dhe 70 milion euro të ardhur për buxhetin e bashkisë që kanë shkuar për rrugë, shkolla, parqe dhe pastrimin e qytetit.
Ne ndërtuam burimet e qytetit dhe I vlerësuam ato. Burimet si infrastrukturën e ndërtuar, të rrjetit rrugor për transportin, ku përfunduam 85% të tij. Strukturë urbane me densitet të ulët banimi e cila do të shërbejë për rritjen e popullsisë si një përdorim I kujdesshëm I tokës. Burime natyrore të transformuara rënjësisht si lumin Lana e do të bëjmë kështu edhe lumin Tirana. Me modelin ton të punës, burimet gjenerojnë lirimin e hapësirës publike. Investime që I rezistojnë kohës me standarde europiane, inovative dhe teknologji të shekullit 21, sepse kemi shansin e zhvillimit të qytetit në këtë shekull. Vlerë të shtuar të pronës për të gjithë qytetarët, pronarët, biznesin. Të ardhura ekonomike për shërbimet publike dhe për familjet tona. Projekti I lumit Tirana tashmë është pjesë e këtij vizioni ton të zhvillimit. Është programi I zhvillimit të qytetit në këtë dekadë të re. Lumi Tirana për ne është boshti I rëndësishëm I zhvillimit të kësaj kohe. Lumi Lana ishte boshti I ndërtimit të qytetit ekzistues. Ishte boshti I ngritjes së qendrës ekzistuese të qytetit, qendrës së historisë, kulturës dhe traditës tonë. Lumi Tirana do të jetë sot boshti I zhvillimit të qytetit metropol. Do të jetë boshti I qendrës së re moderne të shekullit 21, I cili do të ngrihet dhe do të shkruaj kështu historinë e zhvillimit ton të shekullit 21. Lumi Tirana është shansi ynë për të afruar komunitetet, për të jetësuar dhe jetuar qytetin si një I tërë. Lumi Tirana është burim I qytetarisë. Por ku shtrihet programi I zhvillimit Lumi Tirana? Çfarë përmban zona sot? Zona shtrihet në pjesën veriore të qytetit, ka në qendër lumin dhe përfshin zonat përreth tij në lidhje organike me njëra tjetrën. Sot zona ka këtë fotografi. Lumi me mbeturina dhe ndotje. Brigjet e gryera dhe shtratin e dëmtuar. Përmban disa zona, dikur me aktivitet industrial që sot e kanë humbur funksionin, ka godina të dëmtuara dhe jashtë funksionit të tyre. Përmban si indin e saj human zonat informale, disa zonat të qytetit të zhvilluara në këto kohët e fundit si një shprehje e lëvizjes së lirë dhe ëndrrës së njerëzve për të jetuar në Tiranë. Sigurisht programi ynë I zhvillimit, plani I ri rregullues, parashenjë të ardhme krejt tjetër dhe thelbësisht të ndryshme për këtë zonë. Në vizionin dhe programin ton të zhvillimit, Lumi Tirana paraqitet me 3 dimensionet e tij të fuqishëm. Si një mjedis të qëndrueshëm, ku pasuritë natyrore, si uji, lumi dhe parku I ri, kthehen në pasuri të gjithë qytetit. Si burim qytetarie, ku urbanizimi, integrimi social I zonave kthehen në vendin e zhvillimit të komunitetit, identitetit dhe kulturës tonë të jetesës. Si potencial ekonomik që sjell më të mirat e mundësive për investime, për mundësim dhe për mirëqenie. Sot zona e lumit do të përshkruaj si degradim mjedisor, ndërtime të ulta informale dhe mungesë shërbimesh. Ish zona industriale në funksion të humbur, ekonomi të vogla jo eficiente, biznese materialesh ndërtimi në brigjet e lumit, një ekonomi që gërryen. Por zona ka sigurisht potenciale që duhen vlerësuar. Potencialet e saj janë pozicioni I saj strategjik si një vazhdim I natyrshëm I korridorit ekonomik Tiranë-Durrës në zonën e autostradës. Ka si t'i parë, me ndikim dhe nxitje, një linearitet të vazhduar me gjatësi rreth 15 kilometra. Ka hapësira të lira dhe të mundshme për të ndërtuar dhe ndërtuar me destinacion punësimin. Ka prezente sipërmarrje ekonomike, të cilat të suksesshme mund të vlejnë si shembull suksesi për të tjera biznese që do të ngrihen. Në zemër të saj qëndron Lumi Tirana si boshti I atraktivitetit dhe promovimit të saj. Ka të siguruar aksesin nga porti, aeroporti, me tren dhe do të ketë një mbulim të dëndur me linja të tram Tirana dhe segmentit verior të Unazës së Tiranës. Zona ka 2 klasterat universitare të dijes, inovacionit dhe teknologjisë, Universitetin Bujqësor të Kamzës dhe kampusin e ri të Tufinës, që do t'i japin impulse zhvillimit, ndaj gjeneron ide zhvillim dhe të ardhura. Me disa investime si ndërhyrje mund të kthehet në vlerë të shtuar, ku miksiteti I saj, banim, ekonomi I jep karakter vital dhe shanse për zhvillimin e sektorëve të ndryshme të ekonomisë, si shërbime terciare për banim, por edhe teknologji. Zona ka si qendër të gravitetit të saj qendrën e re të Tiranës të shekullit 21, pikën ku kryqizohet akti administrativ I qytetit, bulevardi me lumin e Tiranës. Vizioni ynë për zhvillimin e saj është që zona të transformohet nga një ekonomi që gërryen, ku aktiviteti më dominant janë pikat e inerteve përgjatë lumit, në një ekonomi që gjeneron punësim, të ardhura, mirëqenie.